Procesi i mbrojtjes së ish presidentit Hashim Thaçi në dhomat e specializuara të gjykatës në Hag po vijon në dëshminë e të ftuarve ndërkombëtar të njohur. Pas kërkesës së mbrojtjes, gjykata ka miratuar një ditë shtesë dëshmie për ish komandanti suprem të NATO-s në Europë, Wesley Clark, duke e caktuar atë me 21 nëntor pas fillimit të dëshmisë me 18 nëntor. Kjo shtesë ka për qëllim përmbylljen e paraqitjes së argumenteve nga ana e mbrojtjes së Thaçit, ndërsa trupi gjykues ka kërkuar që nëse është dëshmia të përfundojë më herët. Dëshmia e Clarkut do të shënojë përfundimin e serisë së dëshmive ndërkombëtare të mbrojtjes, që ka nisur me 15 shtator me ish ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit James Rubin dhe ka vijuar me ish këshilltarin ligjor të delegacionit shqiptar në Rambouillet, Paul Williams. Më pas, nga 30 shtatori deri në 2 tetor 2025, u dëgjua James Peter Covery, ish të zëvendës si përfaqësuesi të OKB-s në Kosovë, Bernard Kouchner. Dhoma e specializuar kishte caktuar më parë datën 14 nëntor 2025 si përfundimin e çështjes së mbrojtjes, ndërsa deri me 22 dhjetor 2025 pritet dorëzimi i deklaratave mbi ndikimin e krimeve të pretenduara tek viktimat. Ky proces është pjesë e përpjekjeve për të siguruar një gjykim të plotë dhe të drejtë, duke marrë në konsiderat dëshmitë ndërkombëtare dhe argumentet ligjore të mbrojtjes.